Shumë faleminderit për të prezencë masive sot tuaj në këtë moment të rëndësishëm të faktit se për herë të parë pas pothuajse 34 vite që nga 31 marsi vitit 1991 kur u mbajtën për herë të parë zgjedhjet pluraliste, ata që kanë kontributin e të shmuar për ekonominë e vendit, pra diaspora, kanë qenë të përjashtuar nga e drejta për të votuar. Kur erdha këtu në tetor për herë të parë si drejtues politik i diasporës për Partinë Socialiste, vura re se edhe mes jush kishte një numër të madh që nuk e besonit se do të ndodhte realisht vota diasporës. U a them me plot bindje se edhe në Tiranë kishte shumë politikan që një pjesë nuk e besonin, një pjesë bën çmos për ta penguar deri në momentin e fundit votën e diasporës. Tani më asgjë nuk mund ta ndalë në ditët e para të prillit në secilën prej shtëpive tuaja apo adresave që ju keni dhënë, do të mbërri një zarf, do të mbërri me post fleta e votimit për secilin prej jush. Janë përtej 17.000 zemra shqiptare të cilat janë regjistruar për të dhënë verdiktin e tyre se në të drejtim duhet heci Shqipëria në 4 vite të ardhshme. Do të kisha dashur që nga Britania e Madhe të kishim më shumë votues shqiptarë që të merrnin pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Unë jam nga natyra gjithmonë optimist dhe këtë numër bashkëdhetarësh që u regjistruan në këto zgjedhje këtu nga Britania e Madhe e shoh me pozitivitet. E shoh me bindjen se ky numër do të vazhdojë të rritet në zgjedhjet që do të vinë, por e di fare mirë që ajo që kryeministri Rama tha këtu në nëntor të vitit kaluar duhet heci përpara. Dhe kam fjalën për angazhimin ton para bashkëdhetarëve që jetojnë në Britaninë e Madhe, se ne duhet të zgjidhim përfundimisht bashkë me qeverinë britanike çështjen e regjistrimit me generalitetet e vërteta të pothuajse 100.000 shqiptarëve që jetojnë këtu, që mbritën në Britani në vitet 98, 99, 2000 dhe për arsyet që gjithë dim u regjistruan me generalitetet e tjera dhe sot pas 26-25 viteve ne jemi në momentin që mund t'ua konfirmoj zyrtarisht i kemi filluar diskutimet, negociatat me qeverinë britanike për t'i dhënë kësaj çështje një zgjedhje përfundimtare. Dhe kjo do të bënte të mundur që në zgjedhjet e ardhshme, jo në këto të 11 majit, të kemi një numër shumë më të madh të bashkëdhetarëve që jetojnë këtu dhe që mund të votojnë për këtë duan, por t'u garantohet e drejta për të qenë vendimarrës në vendin e tyre. U ndala në këtë pjesë sepse kjo është një pjesë e rëndësishme, ndërsa shpjegova që në ditët e para të prillit do të mbërrijë fleta e votimit, secili prej jush do të marri edhe informacionin e duhur si mund të votoni. Unë mund t'ju them, fleta e votimit nuk është e vështirë. Është një fletë votimi ku nuk duhet lodhe shumë, mund mest shiko numrin 5
Partia Socialiste e Shqipërisë Edi Rama mbaje aty plusin ose kryqin si dushti, edhe ke marrë edhe ke dhënë votën ku duhet. Të tjerat janë si një dy, i keni pa një dy që sa herë vim ne ta kemi për hudhra, dy hudhra që s'duhet me lon nesër në stadium se na prishin punë se do fitojmë nesër. Unë i quj hudhra se realisht na sillin fat. Sa herë paraqiten ata na mushen sallat. Tani sot jam para jush në këtë tur takimesh edhe për t'ju thënë disa fjalë për procesin që ne ndoqëm. Dua të falenderoj të 7 kandidatët tanë që u regjistruan në platformën deputeti që duam, që e besuan këtë proces. Dua t'i falenderoj ata prej jush që nuk u përzjodhën, por që në fakt përsëri janë pjesë e ekipit ton si kontributor për të garantuar një fitore historike të Partisë Socialiste në 11 maj. Janë këtu bashkë me ne edhe Ervini, edhe Majlinda, edhe të tjerë, por dua t'ju informoj që ka qenë një proces i vështirë. Të gjitha kandidaturat ishin shumë të mira, por ne në kryesinë e Partisë Socialiste vendosëm që diasporën ton këtu në Britaninë e Madhe, këtu në Angli, ta përfaqësojmë me një shembull konkret të suksesit të shqiptarit në diasporë. Në fakt secili prej jush jeni një sukses. Por ne përzgjodhëm një grua, përzgjodhëm një nën, përzgjodhëm një profesoresh në Universitetin e Cardiffit, e cila të sjellin në kuvendin e Shqipërisë një rast suksesi se si shqiptarët mund ta fillojnë gjithçka nga zero dhe mund të arrijnë në majën më të lartë të suksesit. Shqipëria 2030 si pjesë e ekipit të kandidatëve për deputet në qarkun e Shkodrës, Vera Ndrecaj, e cila erdhi këtu në Britani 23 vite më parë, në moshën 36 vjeç, nuk dinte asnjë fjalë anglisht, dhe sot pas 23 vitesh, Vera është në nivelin më të lartë akademik, profesoresh në Universitetin e Cardiffit, ku tani u mëson në anglisht anglezëve në universitet. Këtë mund ta bëj vetëm një shqiptar. Nuk e bën dot. Dhe Vera është pjesë e ekipit ton. Bashkë me mua sot këtu është edhe një kandidat tjetër i Partisë Socialiste, i cili është edhe një mik, jo vetëm i imi, po i shumë kuksianëve, hasjanëve, tropojanëve, po dhe Tiranës, Ylli Shehu, i cili nga viti 2013 në fakt ka qenë bashkë me mua në kuvendin e Shqipërisë, dhe tani më është kandidati yni në kryeqytet, në listën tonë të kryeqytetit. Dhe prandaj për të dy këta dhe për të gjithë ekipin ton,
jam sot këtu për të kërkuar mbështetjen, siç u thash, në radhë parë për Partinë Socialiste, kryeministrin Edi Rama, por dhe në listën preferenciale, pasi ke votuar atje sipër tek pesa, ti mund votosh edhe për njërin prej kandidatëve, vetëm njërin, mos harroni asnjëherë, njërin prej kandidatëve në listën e Partisë Socialiste. Po dhe nëse voton vetëm për subjektin, vota jote është e vlefshme. Pse e themi ne që ky është një mandat historik? Se shumë mund thonë, po mirë më dakord, të gjithë këto mandatet historike kanë qenë, edhe kur erdhët në qeverisin e vendit 2013-ën, ishte një mandat historik, sepse i dhatë Saliut 1 milion shuplaka dhe larguat nga qeverisja. Tani, pse ky është një mandat historik? Tani besoj që secili për jush i sheh lajmet. Dhe kuptoni që jetojmë në një botë e cila është komplet ndryshe nga ajo që kemi parë pak vite më parë. Jetojmë në një kontekst geopolitik komplet ndryshe nga ai që jemi mësuar të shihnim vite më parë. Dhe Shqipëri son të dashur motra e vëllezër, i është hapur një mundësi reale që në këto 4 vite që vinë, ne të hymë të antarësohemi në Bashkimin Evropian. Kjo mundësi dhe kjo dritare nuk do t'jetë aty për gjatë. Dhe na duhet që ta shfrytëzojmë këtë moment historik tani. Dhe një gjë duhet jetë e sigurt në mendjen e secilit për jush këtu, edhe pse ndonjëri këtu mund thotë, po mirë më mirë, ç'na duhet ne BE-ja, ne ishim BE edhe ikëm, se iku Britania e Madhe nga BE. Këtu në radhën e parë është ulur një deputet britanik prej shumë vitesh, po ish ministër britanik për Europën, me cilin sapo biseduam së bashku, edhe më tha, ta ulan tha, ju tha duhet bëni ç'është e mundur të hyni tani në Bashkimin Evropian. Dhe këta britanikët duhet i dëgjosh, se këta i kanë provu të gjitha. Dhe kur ta thonë këta që duhet hysh tani në Bashkimin Evropian, e kanë nga eksperienca tyre dhe ne na duhet domosdoshmërisht bëjmë gjithçka që të hymë. Kur do të hymë në Bashkimin Evropian? Brenda këtij mandati që fal votës tuaj, të familjarëve tuaj dhe të shumicës shqiptarëve, në 11 maj kjo gjë do të ndodhi. Sepse përballë nesh, në radhë parë kemi një buf bashkë me 2 bufa tjerë që i kemi për hudhra, dhe përballë nesh nuk ka një alternativë tjetër konkurruese. Nuk është për shaka kur e themi shpesh që ne nuk jemi më të mirët, po më të mirë se ne nuk ka. Kjo është e sigurt. Prandaj është e domosdoshme që të gjitha ata 17.500 shqiptare që janë regjistruar këtu në Britani, këtu në Londër, të marrin pjesë domosdoshmërisht në zgjedhje. Që fletën e votimit që do të mbri, sapo të mbri në shtëpinë tuaj, nxirre nga zarfi, plotësoje, fute prapë në zarf dhe dërgoje. Mos e bëj si ato faturat që vinë që merr aty dhe hut se s'do më e pa. Po plotësoje, dërgoje në kohë, sepse të vlefshme do të quhen vetëm ato që do të mbrin në Tiranë deri në datë 11 maj në orën 19. Po nuk e nisën kohë, ne nuk e numërojmë dot Shqipëri. Ne realizuam një kërkesë që lindi pikë pari
këtu në Londër në tetor, kur shumë prej jush thanë, shikoni e keni bërë gabim, qeveria duhet marri përsipër dhe koston e kthimit me post të fletës votim. E kemi bërë këtë, pra nuk ka asnjë kosto për ju dhe dërgimi mbrapsh. Dhe siç mbajtëm fjalën për të realizuar votën e diasporës, siç mbajtëm fjalën për të mbuluar gjitha shpenzimet, ne jemi dhe vetmja forcë politike që e mbajtëm fjalën që vum në listën tonë përfaqësues diasporës. Sa nga këta të tjerët erdhën e premtuan që do të kenë listat e tyre përfaqësues nga diaspora. Më thoni, kush është përfaqësuesi i diasporës në listën e Bufit? Kujtim Gjuzi. Ky është përfaqësuesi i diasporës. Apo Vangjel Dule. Prandaj motra e vëllezër, sot bashkë me miqtë e mi dhe dua t'i shpreh sot edhe në cilësinë si një kryetar grupi për shumë vite që kam qenë, por dhe si ministër për marrëdhënie me Parlamentin, dua ta falenderoj shumë kolegun tim Lavdrim Krashin për betejën e suksesshme bashkë me ne të tjerët, që nga dita e parë që erdhin në kuvend si përfaqësuesi i diasporës, si drejtuesi nën komitetit posaçëm të Parlamentit për diasporën, për punën që kemi bërë së bashku, dhe dua t'ju garantoj që kontributi dhe bashkëpunimi i lavdrimit me ju dhe me ne do të vazhdoj edhe në detyra tjera po aq të rëndësishme, sepse e vërteta është që është një përfaqësues shumë i mirë, i denj i shqiptarëve të Anglisë. Ata që vinë nga zonat malore të Shqipërisë, dua t'u jap lajmin e mirë se ne sapo e miratuam në kuvendin e Shqipërisë paketën e maleve dhe përmes kësaj pakete i kemi dhënë një zgjidhje përfundimtare, një halli që nëse ulem me secilin për ju pas këtij takimi, është halli kryesor. E kush është ai? Secili nga ju ka një pronë në Shqipëri, në fshatin nga vjen, kudo që nga vjen, të cilën s'ka as i letër. Është shumë apo s'është? Një pronë që ka ndërtu baba, më kalon gjyshi, një cop tokë që kemi atë 30 vjet që e kemi, po s'kemi as i cop letër, e të gjitha si këto. Ne kemi miratuar sfundmi një ligj në Kuvendin e Shqipërisë, motra e vëllezër, që ju s'keni për të bërë më asnjë përpjekje, nuk ju duhet më për të fut asnjë lloj miku. Mjafton të çoni një kërkesë tek bashkia që kjo toka është e imja, kom 30 vjet që e kam unë, po s'kom as i cop letër. Dhe me vendim të Këshillit Bashkiak të bashkisë secilës, Bashkia Mallësie Madhe, Bashkia Dibër, Bashkia Bulqiz, Bashkia Kukës, Bashkia Haz, Bashkia Tropoj, ajo tokë, edhe Borrelli mërë pa tjetër, për të shkëm ne pa Borrellin i madhe. Ne Borrellin e na dha mretin t'i dhu. Ku shkohet pa Borrellin? Po edhe këta librashit tim, apo këta... Gjithë, pra gjithë. Unë e dhja dhe përmeni gjithë, njonin që le pa përmen, a i bërtet. Tani, për gjitha këto bashkit, Këshilli Bashkiak, me vendim Këshilli Bashkiak, të jep titullin e pronësisë së saj prone. Për këtë titull do pagush 1 euro. Për gjithë tokën, 1 euro. Dhe zgjidhet dhe ky hall që ka qenë një hall për mua si deputet zone, prej shumë vitesh, prej 20 vitesh që pata nderin të isha deputeti i Librajit, ky ka qenë një prej probleme kryesore që nuk kishin i cop letër për i pronë që kishin gjithë jetën që e kishin të vetën. Tani motra e vëllezër,
Unë mendoj që janë shumë arsye për të cilat duhet votuar Partia Socialiste, por kam edhe një çështje të fundit që besoj që gjithë ndaj. Sot, Shqipëria jonë është më e respektuar se asnjëherë tjetër në arenën ndërkombëtare, jo në 30 vitet e fundit. Po në 113 vitet e fundit që nga 1912 kur kemi shpall shtet i pavarur. Lajmi mirë që dua ta ndaj sot me ju është që sapo të mbyllim zgjedhjet e 11 maj, ne do të presim edhe samitin e komunitetit politik evropian, ku edhe kryeministri Starmer në datë 15 maj do të jetë në Tiranë si pjesë e këtij samiti të rëndësishëm politik që transformon Shqipërinë dhe Tiranën jo në kryeqytet të Ballkanit, se ato e kemi tani, por e transformon Tiranën në një kryeqytet të gjithë Europës. Dhe ky është një lajm i mirë, është një zhvillim i rëndësishëm, pozitiv sa i përket imazhit të Shqipërisë. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që në 11 maj Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Edi Rama jo të marrin një shumicë për qeverisur, por fal votës së diasporës, fal vëllezërve e motrave tonë të Londrës e të gjithë diasporës, ne të marrim një mandat për të pasur një shumicë të cilësuar në Kuvendin e Shqipërisë. Marrë këtë përgjegjësi që të prezantoj diasporën shqiptare në parlamentin e ardhshëm, që t'jem një zë i fuqishëm, jo vetëm për gratë dhe vajzat tona, por për ju të gjithë. Sepse unë jam një bashkë udhëtare, kemi udhëtuar së bashku, i dim hadhet e njëri tjetrit. Unë e kuptoj se çfarë problematiket emigrantët kanë në Britaninë e Madhe, dhe unë do të luftoj që t'ju bëj gjërat shumë me lehta. Që pa u zgjatur, dua edhe një herë që t'ju kërkoj votën tuaj për Partinë Socialiste, për të vetmen alternativë politike në Shqipëri, për alternativën politike që do ta çojë Shqipërinë drejt progresit, do ta çojë Shqipërinë drejt Europës, dhe ne të gjithë së bashku do të ndihmojmë për të realizuar objektiven që Partia Socialiste ka, që të bëhemi pjesë e familjes së madhe evropiane në 2030. Edhe një herë faleminderit që jeni këtu, faleminderit që përkrahni Partinë Socialiste. Faleminderit shumë që jeni bërë pjesë e këtij takimi sot. Siç e di, në 11 maj ne kemi zgjedhjet elektorale. Sot këtu kemi nderin, kemi përfaqësues të politikës tonë shqiptare dhe të deleguarin tonë për politike këtu në Angli dhe të barë diasporën zotit Armand Balla, cili gjej rast të falenderoj të janë. Gjithashtu dhe deputetin e Kuvendit Shqipërisë, zotin Landim Krashi, Ylli Shehu, Vera Andreca, profesoresha jonë më e mira, do thoja me një prezantim dhe me një përfaqësim delitoz. Elsoni, miku jonë, deputeti parlamentit të Britanisë Madhe dhe ku jemi këtu pjesë, dy fjalë që mos zgjatëm shumë. Duke vazhduar që kam ishte mia në fund, dua që t'i japim një forcë dhe një frymë që Edi Rama dhe Partia Socialiste edhe 4 vite të ardhshme të qeverisin dhe ta çojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Faleminderit shumë. Do t'ju falenderoj gjithë nga zemra për pjesëmarrjen, sepse siç dihet Londra është pak problem edhe me trafikun, edhe me kohën për të ardhur. Sot ka qenë dhe një ditë pune dhe ju falenderoj që keni ardhur gjithë këtu. Unë dy fjalë do jatoja, vetëm të shohim pjesën kur ne vim në
doganën e Britanisë Madhe, që rrim në radhë, vetëm për këtë duhet ja kërkojmë mbështetjen, që jo vetëm këtu në Britani, por në gjithë Europën, ne vazhdojmë dhe të kalojmë si gjithë Europa me një pasaportë në dorë dhe jo të rrim presim në radhë edhe në Britani edhe në gjithë botën. Unë duhet falenderoj mikun ton Keith Was, që ka qenë deputet i Parlamentit Britanik, i cili në shumë raste ka ndihmuar shqiptarët këtu në Britani. Gjithashtu duhet falenderoj përzemërsisht kryeministrin, i cili më vlerësoi dhe besoj tek unë që unë të jem pjesë e listës për qarkun e Tiranës. Këtu duhet të kërkoj ndihmën të gjithë ju që jeni këtu, sepse jeni një pjesë shumë e rëndësishme për Shqipërinë, për prindrit, për të afërmit, për gjithë që keni atje, dhe jeni një pjesë shumë e rëndësishme për pjesën e njerëzve që janë atje që keni mbështet gjithmonë, dhe dua ta kërkoj këtë nga këtu për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në gjithë botën që na mbështesin duke votuar numrin 5 Partinë Socialiste dhe tek lista e votimit do gjeni dhe emrin tim Ylli Shehu. Ju falenderoj nga zemra dhe nuk kam çfarë flas më shumë sepse për programin e Partisë Socialiste ku ka më mirë se miku im Tavlan Balla që foli shumë gjëra të mira që kemi bërë dhe të tjera që do i bëjmë vazhdim. Faleminderit dhe gjithë bashkë suksese. Faleminderit. Të parë në maj këtij viti, a është ligji për votën e diasporës ai që do donim ne? Jo, ka shumë nevojë për përmirësime. Mirë, po këtë unë mendoj që do t'ja lëm verës në parlamentin e ardhshëm, Taulantit dhe ekipit fantastik Partisë Socialiste që do të kemi në mandatin e 4 për ta përmirësuar atë edhe më tej, se ashtu si Taulanti dhe unë kam një breng. Mendoj që do të kishte shumë më shumë shqiptarë të regjistruar për të votuar nga Britania e Madhe, por jemi këtu ku jemi, është fillimi dhe çdo fillim i mbar premton që do të realizohet me më shumë sukses në të ardhmen. Partia Socialiste ka 12 vite që ka marrë përgjegjësinë, detyrën, jo pushtetin, detyrën për të drejtuar vendin. Dhe unë mendoj pas 4 vitesh në Parlamentin e Shqipërisë se, si thonë aty llafit kur bie perdja, është koha për t'u larguar, por si deputeti i parë i diasporës, nuk ka krenari më të madhe për mua që është realizuar një premtim i madh i Partisë Socialiste që ishte e drejta e votës për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë në globin toksor. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe e Shqipërisë, por e iniciuar nga Partia Socialiste. Dhe për këtë arsye unë mendoj që Partia Socialiste përveç se ka 3 mandate që e drejton vendin, ka bërë punë shumë të mira, por kemi dhe tmeta, kemi dhe gabime. Për t'i përmirësuar ato, mendoj që kemi mjaftueshëm energji për një mandat të 4 për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian me të drejta të plota, në mënyrë që dokumentat e identifikimit shqiptare t'i kemi, siç i kemi sot Republika e Shqipërisë, në krye të lexojë Komuniteti Evropian, European Community. Shumë faleminderit. Nuk ka patriot më të madh se sa ai që voton në votime. Të votosh është realisht jesh patriot. Se për kë votoni e dini ju, por ju bëj thirrje që gjithë juve që jeni regjistruar, flisni edhe me familjarë që keni në Shqipëri, se e di që unë këtu nuk për ju që s'më njihni Elsoni, jam edhe punëdhënës, kam një kompani ndërtimi dhe di që familjarët nga Malësia Madhe, Shkodra, nga zona ime, i kam sy tek ne. Dhe para se të votoni, duhet mendoni që këtë detyrë patriotike, para se ta ushtroni, keni 2 opsione. Keni që ta dini ju kur përfaqësuesit e Partisë Demokratike vinë në Britani, ato që i presin janë ato 43 që janë jashtë, që zakonisht edhe mua dhe ju gjithë dhe na kanë shah me libër shtëpi, domethënë duke hyrë këtu na shahin. Pra, këto janë ato që i presin, dhe kjo është shembulltyra dhe shembulli që ato presin t'i japin kur hyn parlament. Ne kemi parë edhe mes tyre se çfarë bëjnë. Partia Socialiste do ta kishte shumë të lehtë. Mos bënte fare as pushar, as mos punonte kaq fort, sepse
është në kompeticion me një dead horse, quhet në anglisht, me një kal të ngorë. Dhe shumë mirë nuk kishte nevojë të punoni kaq shumë, sepse do ishte shumë e thjeshtë prapë se prapë fitonin. Kështu që ne duhet jemi shumë falendërues që jo vetëm që punojnë shumë, por shumë nga ne e dimë këto që para 10 viteve ne e kishim të vështirë të tregonim nga jemi në origjinë. Para se thonim që jemi shqiptar, ose e thonim në dhëmb, unim kokën, ose unë për shembull nga herë thoya jam nga Malizise, nga që të ty për Kopliku kemi një gjuhë Dragana Mirković në herë në ikon, kështu dhe na ditë në fjalë. Kjo mund të ngjahet si shaka, por është e vërtetë. Para 10 vitesh ne kishim zor, kishim turp të thonim që jemi shqiptar. Sot e themi me kokën lart dhe me shumë krenari, që jemi shqiptar dhe kur e themi këtë, të gjithë impresionohen. Nëse dikur na thonin, "Oh, wow, where is Albania?" Sot gjithë thonë, ose I've been to Albania, ose një shok i imi ka qenë në Shqipëri,